që ka bo në politikë në bas lufte, gabimet cilat i kanë kushtu edhe ati te për shtrajt, e njeri prej atyre gabimeve ndër më të rëndat ka qenë krijimi gjykatës speciale, për çka une prapë mendoj që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi e ka kundërshtu, po këta tre të tjerë e pranun sepse neve në atë kohë dafina na bendën perëndimor, duke më përfshi edhe mu në këtë grup, që gjykata speciale ishte për të mirën e Kosovës. Madje na thoshin ndërkombëtarët, ambasadorët, diplomat perëndimor, në qoftë se ju nuk e krijoni gjykatën speciale, atëherë do të vije deri te zhberja e shtetit Kosovës. Vendet do t'i tërheqin. Presioni ishte shumë i madh. Por sot po cilësohet si një gabim krijimi i kësaj gjykate dhe mundësitë gjasat për zhbërjen janë thuajse inekzistente. Shiko,